dihet që një ndër pasuritë e njeriut është shëndeti mental dhe kjo vjen nga shumë faktor të brendshëm dhe faktor të jashtëm. Ndërkohë që nuk e di në ato vëzhgimet tuaja individuale, çfarë ndodh me mendjen e njeriu që agjeron? Pra me atë duket sikur ka edhe një sjellje më të butë, ka edhe një fjalor pak më të këndshëm, ka një lloj elasticiteti në marrëdhënie, një lloj elegance, ka një lloj entuziazmi të brendshëm. Pse ndodhin këto? Gjitha këto që po i përmend do të janë realitete për arsye se begatia e agjerimit dhe dhuntia e agjerimit janë shumë dimensionale. Prandaj, brenda kësaj kohe do të ishin reaksionet që cekë më herët do të mobilizohet i tërë organizmi që me tërqenin e tij të akceptojë do të sa më tepër dhe të merr sa më të mira nga agjerimi. Arsyeja është se njerëzit do të brenda kësaj kohe do të janë të koncentruar më tepër edhe nga ana shpirtërore, përpos dukurive do të që i kemi do të medicinale të cilat do të ndikojnë në organizmin tonë, atëherë edhe pjesa shpirtërore do të bëhet një balancim perfekt në mes të asaj e cila është shpirtërore dhe asaj e cila është trupore. Prandaj një mendje shëndosh është në trup të shëndosh. Nëse do të ne kemi trup të shëndosh, nuk mund ta jap askush atë dhunti, nëse do të ne nuk përkujdesemi. Andaj duhet të ngritet vedia e popullatës që do të bëj agjerimin, por jo në mënyrë vetëm se, thot dikush, po të lexon mirë brenda agjerimit, të shet dobitë e tij në aspektin medicinal, pastaj në aspektin do të shpirtëror, atëherë do të bëhet një komparacion shumë i mirë dhe ata persona do të nuk besoj që do ta lanë kurrë agjerimin e tyre, duke fisnikruar, duke shtuar matutje, për arsye se do t'i shohin dobitë. Dhe gjithsesi që Zoti i madhruar do të çon begatin në zemrat e atyre të cilët do të kanë hapur dashamirësi me atë krijuesin, ai i cili dha syt, ai i cili dha mendjen, ai i cili dha sistemin e të dëgjuarit, të pamunit. Sistemin gastrointestinal, lokomotor, do të është një mrekulli e panumërt. Thjesht do thot në mesin atyre që lexojnë dhe mos kuptosh njëshmërinë e Zotit, atëherë do thot që ke një deficit shumë të madh dhe gjithë ajo arritje është pa vlerë, ashtu mendoj Spaku. Prandaj do thot shkencëtarët e mëdhej besojnë në fuqinë binatyrore, prandaj edhe duhet të besojmë se aty ka, mbasi që pejgamberi alayhis salam thotë që agjeroni që të jeni të shëndosh. Ne duhet i vëmë re këtyre fjalëve, nuk janë fjalë do të thjeshta dhe nuk janë filozofike.